sot kemi ardhë në Kavaj, do mojmë 11.000 metra tokë, Gjono. 11.000 metra tokë janë buz rrugët, që shkën rruga autostrada Durrës, Rruguzhin. Po me ta bëj pyetje çe ke këto dorë aty. Këto janë dokumentat. Po këto këtu? Janë me 3 certifikata për syre. Tash di. 27.000 euro për çdo dy lym. Ndodhemi përballë Gega Oil ose përballë Varrezave në Kavaj. Jemi në rrugën e Dytësorës, Lagja Sharr, me sa kam informacion. Lagja Sharr është, afër Po, se e di. me Lagja Sharr. Na përfitoni pak. Unë kështu e di. Kështu që ju që doni shumë tokë në Kavaj, pra jemi në Kavaj. Mundësi për kapanonën. Ju që doni për biznes, për investim të sigurt, këtu jeni. Tu ka gjatë mirë afër. Sepse toka është gjithë katërore. Asa do pëlqen të isha unë pronar i kësaj tokë. Toka është gjithë katërore këtu. Jo për në Vetë gjove, mushkullën. do bëshe kapanona Gjono. Për kapanonën. Do bëhet isha pronar unë Gjono. Kapanonën vile çfarë dush ndërton. Do u lidhesha me një firmë për kapanone, e kupton? 11.000 metra katërore. Rruga është këtu. Ku është avllia? Rruga është rrugë modhe, del direkt rrugë modhe. Direkt në rrugë Dytësore, direkt ja. Ja po vlen fugonën. Ju lutem investoni të sigurt tokë në qytet në Kavaj. 11.000 metra me dokumenta. 27.000 euro për dy lym.